Në marrëdhënien ndërkombëtare, Kosova dhe Shqipëria janë dy shtetet e vetme që pa ekuivoki dhanë mbështetje Shtetet e Bashkuara presidentit Trump për bordin e paqes, duke u bërë dhe antare themeluese e këtij entiteti juridik që ka qëllim misionin për ta stabilizuar situatën në Gaza. Kosova dhe Shqipëria quan për aprovim për të quar forcat e armatosura në kuadër të misionit për stabilizimin e Gazës. Prandaj po them, me qenë se në politikën e jashtme, dy vendet, edhe ato të brendshme, thuajse në asnjë moment nuk kanë krisje raportesh me SBA. Sa mund të shfrytëzohet, sa po e shfrytëzon politika këtë, që ta forcoj më tutje këtë aleancë me SBA. Në këtë rend në ri, natyrisht, që po krijohet. Përkundër faktit që më herët e përmena që kemi pas një farë ftofje të raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një periudhë caktuar, ky veprimi i fundit me pjesëmarrjen e bordin e paqes është në fakt një hap i mirë drejt përafrimit dhe unë mund të them që është arrit në fakt që të tregohet një seriozitet i shtetit të Kosovës dhe i Shqipërisë karshi partnerit tonë më të fuqishëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe SBA-ja e din që kapacitetet e Kosovës dhe të Shqipërisë nuk janë të nivelit shumë të kënaqshëm ose nevojshëm për një veprimtari të tillë në një bord të tillë dhe kontributi nuk mund të jetë shumë i madh, po është më rëndësi pjesëmarrja, sepse kjo pjesëmarrje tregon orientim të qartë. Pastaj kapacitetet me kalimin e viteve dhe kalimin e kohës vijnë duke u rrit dhe duke u shtuar, sepse bota nuk do ta ketë vetëm një krizë në Gaza atje, bota do të ketë kriza edhe të matutjeshme. Dhe Kosova duhet këtë seriozitet ta fillojë dikun. I Kosovës, a do duhej kryeministri i Kosovës, presidenti, tani nuk e kem këtë proces të konsoliduar të zgjidhur me këtë krizën që kem, por a do duhej udhëhecit shtetëror të ishin sot në Washington për diskutuar forcimin e kësaj aleance, me shumë që ky forcim raport është të kthehet në siguri dhe më të madhe për Republikën e Kosovës. Për fat keq në marrëdhëniet me jashtë kemi deficit në kuptimin e veprimit më aktiv dhe proaktiv të diplomacisë edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë deri dikun, po Shqipëria megjithatë qëndron shumë më mirë se sa Kosova, por Kosova këto vitet e fundit ka humbur kohë shumë për shkak se stafi i cili vepron dhe punon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i diu në arsyet përse mirë, po nuk është aktiv sa duhet, nuk ka komunikim as me opinionin për t'i treguar, sepse disa proceset duhet edhe opinionit t'i di, dhe nuk ka komunikim me opinionin për treguar se sa është aktiv në bashkëpunim me institucionet amerikane të cilat janë relevante dhe janë vendimmarrëse dhe janë vendimtare për shumë çështje edhe në raport me neve këtu. Prandaj kjo mangësi e komunikimit të institucioneve të Kosovës, Republikës të Kosovës me institucionet amerikane, në fakt është një farë emete e jona që nuk mund t'i atribuohet as Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo kujdo qoftë tjetër, sepse është pasivitet i joni, nuk është i tyne, ata na i kanë hap dyert. Nuk ka hapje më të madhe në raport me neve se sa me të ofrua hajde në bordin e paqes, edhe pse e di që unë e ti nuk ke kapacitete shumë të fuqishme për të na mbështet, po eja urdhno e ke derën. Mesazhi politik është shumë i rëndësishëm. Mesazhi politik është i pari dhe kryesori. Pastaj vijnë këto tjerat. Mirë po, secilit me ato kapacitete që i ka mund t'i zgjidhet një detyrë konkrete. Edhe Kosova mund bëj shumë, sepse ato njësi të zonë për deminim, për mbrojtje kimike, biologjike, atomike, kërkim shpëtim, Kosova i ka të zhvilluar jashtëzakonisht mirë qysh nga trupat mbrojtëse të Kosovës atëherë dhe ka vazhduar edhe në forcën e sigurisë të Kosovës. Mirë po tash FSK-ja ka edhe disa njësi taktike të terrenit të cilat mund të kryjnë edhe detyra luftarake
qofshin ato defanzive ose ofanzive, por i ka disa U kapacitete. certifikuan Të certifikuara nga natyrisht. NATO. Po, sepse atje nuk mund të shkohet një njësi e cila nuk është e certifikuar, dhe jo vetëm njësia, po aty kuptohet kur është njësia e certifikuar janë edhe ushtarat. Prandaj, Gecaj po them, Dhe- në përtej situatave tona të brendshme që në të shumtën e kohës nuk kanë shpjegim logjik pse ndodhin. Gjithë këto kriza, ky lëmsh politik për shtetin e Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare, sa do të duhej, sa do të ishte jetike për Kosovën, për sovranitetin e Kosovës, sigurinë tonë, që zbarkojnë shefat e shtetit atje, në departament luftës, apo Pentagon si që shuajtur më herët, dhe të bëjmë plane të shpejta për të rritur këtë prezencë, për të quar mesazhin një bashkëpunimi të fortë amerikano-shqiptar në rajon. Në të njëjtën kohë kur Rusia ende përdor Serbinë si proksi të saj për ta minu gjithat investim për paqe dhe stabilitet që bëri SBA me partnerët e saj në Ballkan. Me keqare duhet të them, po politika jonë kosovare e Republikës të Kosovës është të dërguar mesazhe jo të mira. Kjo zvarritje e zgjedhjes së presidentit për kaq kohë dhe këto nërshkamca që i bën njëri tjetër opozit, sigurisht që janë mesazhe keq, por këtu në vrej edhe një element tjetër që është tepër i rëndësishëm për neve si shtet i ri dhe që është një tregues që në fakt partnerët tonë, këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë shumë të interesuar për me mbështet Kosovën në përgjithësi dhe në veçanti trupat mbrojtëse të Kosovës të kalumen dhe sot forcën e sigurisë të Kosovës. Si, edhe në atë kohë janë marrë shumë trajnime të cilat përkundër misionit që e kanë pas trupat mbrojtëse të Kosovës, kanë ka një zhvillim i cili ma vonë rezultoi me krijimin e forcës sigurisë të Kosovës. Po edhe sot kur e kemi forcën e sigurisë të Kosovës, prap mbështetja amerikane është ajo që i hap dyert forcës sigurisë të Kosovës. Pse? Pjesëmarrja në trajnime ndërkombëtare është bërë fillimisht përmes SBA-ve, edhe britanike në rastin e Natyrisht dhe partnerëve të. Po, dhe partnerëve tjerë, por këta kanë qenë kryesorë. Dhe ana tjetër, vizitat e komandantit të forcës sigurisë të Kosovës dhe ministrit të mbrojtjes në institucionet e rëndësishme ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një sinjal që ka një problem mes nivelit politik, por nuk ka problem bashkëpunimi me forcën e sigurisë të Kosovës edhe me kreun e saj, qoftë komandanti i FSK-s ose ministri i mbrojtjes. Sepse SBA e din rëndësinë gjeostrategjike të regionit dhe i din... Sa do të ishte një takim për media i rëndësishëm për t'i çuar mesazh po kësaj Serbie të pa denacifikume që ka ambicie për ta mbajtur të lëkundur stabilitetin dhe paqen në rajon. Sa do të ishte me rëndësi një takim i shefit qeverisë, i presidentit, në departament luftës, në shtëpi të bardhë, për të quat mesazh direkt për çdo që ka ambicie për ta lëkundur gjithë atë investim perëndimor bashkë me kosovarët që kanë bërë për paqen dhe stabilitetin në rajon. Në pjesën që e përfundova të këtyre sqarimeve të mia, ndërlidhet edhe me këtë pjesë, çka duhet të them është se një prani ose një takim i krerëve të shtetit me këto departamente që i përmenet në Shtetet e Bashkuara është mesazh i fuqishëm. Po në mungesë të këtij mesazhi të fuqishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë zgjedhur këtë rrugën tjetër, përmes komandantit të forcës sigurisë edhe ministrit të mbrojtjes. Edhe me këtë Shtetet e Bashkuara po i dërgojnë mesazh Serbisë dhe Rusisë se ne jemi aty prezent. Ani mirë për momentin, siç e kanë thonë edhe amerikanët vetë, nuk jemi në dakordancë me një kryetar qeverie, mirë po jemi në dakordancë dhe jemi në koordinim të mirë me popullin e Kosovës dhe me institucionet më të rëndësishme relevante të Kosovës, siç është Forca e Sigurisë e Kosovës. Prandaj edhe kjo e çon një mesazh karshi serbisht, sepse kur një institucion i rëndësishëm
Amerikan nuk komunikon me institucionet e rëndësishme të Republikës së Kosovës dhe don me dërgu një mesazh patjetër përballë ose karshi Serbisë dhe Rusisë, atëherë ata e kanë zgjedhë këtë rrugën tjetër që është më e drejtë për drejtë dhe më konkrete, sepse është e pazakontë ta zonë dy shtete të kenë raporten mes veti, po ai i fuqishmi të mos komunikoj me presidentin ose me kryeministrin, po të komunikoj me një nivel pak më ulët se sa që janë këta. Edhe kjo është një mesazh. Është e pazakontë. Mirë po, megjithatë është mesazh i fortë, mbase mund të them që është mesazh edhe më i fuqishëm se sa sikur të ishte takuar presidenti ose kryeministri me presidentin Trump, sepse këto takime të këtij nivelit janë të zakonshme dhe janë normale që do dojmë u zhvillu. Po kur i fuqishmi ka zbrit nivelin e vetë dhe ka shku të disa segment tjerë për dërgu një mesazh, kjo është edhe një porosi ose mesazh edhe më i fortë, për shkak se po thotë që pa marrë parasysh çfarë e kemi raportet me një qeveri të caktuar ose një person ose 2-3 persona atje, megjithatë me këtë vend edhe me këtë shtet na i kemi raportet të fuqishme.